e NATO-s. Shqiptarët që jetojnë në Maqedoni e kanë edhe më tutje një aspirat edhe një ëndër % barabart në një shtet në cilin jetojnë më shumë se 30% zyrtarisht, jo zyrtarisht shumë më shumë. Nga ana tjetër shqiptarë jetojnë edhe në pjesën e luginës së Preshevës, që i bie në pjesën jugore të Serbisë, sikundër që edhe në të malit të zi. Si duket pozita e shqiptarëve në rajon? Më lejoni që të them fillimisht, kam pasur disa përvoja ku kam pasur intervista si kjo dhe shkoj në Shtetet Bashkuara me ngrej me thret një shqiptar, për shembull, nga Tokyo, Japonia, Australia, për të thënë, jam antari diasporës në Australi dhe ka shqiptar nga Kosova në Australi, jeni të shpërndar në përkrejt botën, jo vetëm në disa vende, në disa shtete. Të shreja që diaspora të bëjë më shumë, kam bërë shumë, por të doja që të bëjnë edhe më shumë se çka është Kosova tani. E kuptoj pse shumë prej tyre e kanë të vështirë që të sigurojnë jetën për vete, për familjet e tyre, gjithmonë kudo që ku shkoj diaspora shqiptarët flasin shqip. 2 vjeç flasin shqip. Në Shtetet Bashkuara flasin edhe anglisht, natyrisht dhe shumë shpesh edhe ata interpretojnë, përkthejnë për prindrit e tyre, por një diasporë e shkëlqyeshme nga Kosova në përkrejt botën. Më duhet që t'ju them se kjo është një prej porosive të mia kur flas me diasporën. Duhet të jeni shumë krenar për atë që është arritur në Kosovë në një periudhë shumë të shkurtër kohore për të pasur këtë gurë të çmuar të demokracisë që është shembull për tërë Ballkanin dhe jo edhe për Evropën që do të duhet të ishte. Kisha pas qef që të punohet më shumë në këtë arsye. Por për rajonin? The Albanians in region. Shqiptarët në rajon? Macedonia, në Maqedoni. Serbia. Jam përfshirë për situatën e shqiptarëve në Maqedoni. Kur kam shkuar? Para 80 viteve atje. Shkova vetëm për